Mjalti më i mirë se antibiotiku për kollën akute. Një udhëzim i Institutit të Shëndetit Publik në Mbretërinë e Bashkuar thotë se mjalti përbën mënyrën më të mirë për të trajtuar kollën akute afatshkurtër. Sipas këtij udhëzimi, mjalti është efikas në zbutjen e simptomave të kollës akute që vjen si pasojë e infeksioneve në rrugët e frymëmarrjes. Ai duhet përdorur nga të rriturit dhe fëmijët pas moshës 5 vjeçare. Ekspertët thonë se mjalti është kura më e mirë për këtë kollë, ndryshe nga antibiotikët që janë jo efikas në trajtimin e infeksioneve virale dhe për më tepër shoqërohen me efekte anësore. Sipas tyre, antibiotikët duhen përdorur vetëm kur është me të vërtetë e nevojshme dhe rreziqet e komplikacioneve serioze janë të larta. Një udhëzim i tillë i është shpërndar edhe autoriteteve spitalore në Mbretërinë e Bashkuar dhe ofrojnë një qasje të re të trajtimit të këtij problemi nga mjekët. Çfarë është kolla akute? Bëhet fjalë për një kollë që zgjat për një periudhë të caktuar kohe, pra për disa ditë ose javë. Kolla akute shfaqet si pasojë e një infeksioni në pjesën e sipërme të rrugëve të frymëmarrjes që mund të ndodhë si pasojë të ftohurës ose gripit, por edhe broshnitit akut, i cili është një infeksion i përkohshëm viral. Përse nuk rekomandohet përdorimi i antibiotikëve. Antibiotikët mund të përdoren për trajtimin e infeksioneve që shkaktohen nga bakteret. Në shumicën e rasteve, kolla akute shkaktohet nga viruset. Këto të fundit nuk reagojnë ndaj përdorimit të antibiotikëve. Sipas ekspertëve britanik, kur antibiotikët përdoren kundër kollës akute, ato nuk bëjnë ndonjë ndryshim as në simptoma as tek infeksioni. Antibiotikët duhen përdorur vetëm kur infeksioni është bakterial, por shumë rrallë tek njerëzit që kanë një imunitet të dobët. Ky kufizim në përdorim është i nevojshëm për faktin se bakteret po bëhen më rezistent ndaj antibiotikëve, që do të thotë se këto të fundit nuk funksionojnë si më parë. Sipas studiuesve britanik, mjalti ndihmon në largimin e kollës në mënyrë shumë të shëndetshme. Atë mund ta përdorni në çaj duke e shoqëruar me lëng limoni ose të konsumoni nga një lugë çaji mjalt sa herë që të keni kollë. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.